Edi shpërthen emocione pas largimit të Dolces, I shkruan edhe një letër. Edi u shfaqi mërzitur në një kënd të shtëpisë duke dëgjuar titujt e këngës Për këjes bukuru të Yllimanit. Kjo situatë e vështirë e ka kapluar atë duke bërë të reflektoj mbi ndarjen e tij nga Dolce, një moment që ka lënë një bëshllëk të madh në jetën e tij. Emocionet e forta që ndjente ishin të dukshme pasi ai nuk arriti të përmbaj lotët. Kjo skenë e prekshme tregon se sa e rëndësishme ishte Dolce për të dhe se ndarja ka lënë një plagë të thellë në zemrën e tij. Edi është një person që zakonisht e mban veten, por kjo situatë e ka bërë të ndjehet I brisht. Pas kësaj ndarje ai vendosi të shkruajë një letër për Dolcen ku shprehte ndjenjat e tij më të thella. Në letrën e tij ai shkruan: "Më mungon shumë, pritëm jashtë." Këto fjalë janë një dëshmi e qartë e dashurisë së tij dhe dëshpërimit që ndjen pas largimit të Dolces. Ky moment I ndjeshëm ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave, të cilët janë të shqetësuar për gjendjen emocionale të Edit. Shumë njerëz e kanë ndjekur historinë e tyre dhe tani ndjen të prekur nga ky zhvillim. Ajo që ndodhi midis tyre ka qenë një histori dashurie e ndërlikuar, e cila tani po merr një kthes të papritur. Një nga aspektet më të rëndësishme të kësaj situate është se Edi po përballet me emocionet e tij në një mënyrë shumë të hapur. Ai nuk ka frikë të tregojë se sa e rëndësishme ishte Dolce për të, dhe kjo e bën atë të duket më tërheqës për fansat e tij. Shumë njerëz e admirojnë për guximin e tij për të shprehur ndjenjat. Ndërkohë, fansat e Edit dhe Dolces janë të ndarë në dy grupe. Disa mbështesin Edin në mënyrë të vështirë, ndërsa të tjerë shpresojnë që Dolce të rikthehet në jetën e tij. Kjo situatë ka krijuar një atmosferë tensioni dhe kurioziteti, duke bërë që shumë të presin me padurim zhvillimet e sardhmes. Pamjet e Edit duke u përballur me emocionet e tij kanë qenë të fuqishme dhe flasin për një njerëz që është I gatshëm të tregojë vulnerabilitetin e tij. Kjo është edhe një mësim për të gjithë ata se ndjenjat janë një pjesë e natyrshme e jetës dhe se është në rregull të ndihesh I brisht. Edi po na tregon se si të përballet me dhimbjen e tij dhe të shprehesh në mënyrë të sinqertë.